Vushtria ka shënuar të mërkurën më 17 qershor, ditën e çlirimit. Për të shënuar 27 vjetorin e çlirimit, në Vushtre u mbajtën aktivitete të shumta dhe u ndan dekorata e mirënjohje për personalitetet të qytetit. Fotografi i njohur Nesim Ispahiu u nderua me dekoratën Nderi i qytetit, ndërsa veterani i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Januz Halili, me dekoratën Emblema e Vushtrisë. Ispahiu u nderua për kontributin në zhvillimin e jetës kulturore, edukimin qytetar, e vlerave njerëzore që ka përcjell ndër breza, kurse Halili për guximin dhe sakrificën për çlirimin e vendit. Ju uroj ditën e çlirimit me të gjitha të mirat, pa e haruar sakrificat që kanë dhënë herojt dhe punën e tyre ne duhet ende sot e kësaj dite duhet me çmue dhe mos me harue kur. Kryesore është në këto festa, fjalët janë të tepërta, duhet me tregu edhe me punu me gjithë zemër që e nesërmja do të jetë më e mirë dhe më të lumtur për të gjithë qytetarët dhe qytetin Vushtrisë heroike. Njeriu në këto momente s'mundet me shpreh ato që ka ndjen, po e përjeton këtë këto ngjarje që ka ndodhur, për shembull, e ambërcina, po që me thonë frytet e atyne, këto ditë e gëzon njeriu. Qyteti i Vushtrisë gjithmonë është përmendur për mikpritje. Është një qytet apo populli apo qytetarit njihen vetëm si mikpritësa për të gjitha ato që vinë. E mikpritja e tyre nuk harrohet, e çdo njëri që ka ardhur një herë dishon edhe për të dytëherë me vizituar Vushtrën. Përshëndetje për të gjithë dhe ju uroj ditën e çlirimit të komunës së Vushtrisë. Respekt për gjithë. Për të nderuar kontributin dhe sakrificën për çlirimin e vendit, u ndan edhe shumë mirënjohje për veteranët e UÇK-s, disa edhe postmortem dhe personalitete tjera të qytetit. Nderimi i veteranëve e personaliteteve që kontribuan për lirinë, ndërtimin e zhvillimin e vendit, Ferit Idrizi, kryetari i komunës së Vushtrisë, tha se e madhështon edhe më shumë këtë ditë të çlirimit. Sot është një ditë e veçantë, edhe për faktin se në sheshin Adem Jashari jemi të buar të gjithë për të festuar këtë ditë të shenjtë. Sot kemi para vetes edhe 2 persona të cilët kuvendi i komunës së Vushtrisë i ka nderuar me çmimet më të larta. Nesim Ispahiu me çmimin Nderi i qytetit dhe invalidin e luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, i cili i la gjymtyrt në arenat e luftës për ta gëzuar sot lirin Januz Halili me çmimin Emblema e Vushtrisë. Çlirimi i Vushtrisë nuk është thjesht një datë në kalendar, është një kujtesë e përhershme e sakrificës së bijve dhe bijave më të mirë të këtij vendi, të cilët dhanë jetën për ta parë Kosovën e lirë dhe të pavarur dhe krenare. Pas ndarjes së dekoratave dhe mirënjohjeve, u mbajt një program artistik me këngëtarët Arbnora Zogjani e Ismet Bexheti, program me fëmijë dhe performanca nga ansambli Hasan Prishtina. Akademia solemne për shënimin e 27 vjetorit të çlirimit të Vushtrisë u organizua nga Komuna e Vushtrisë në bashkëpunim me shoqatat e dala nga lufta e UÇK-s.